të transmetuar në kohë reale. Nuk e di në këto momente nëse kam zotin Lulzim Veliu për të marrë një opinion për procesin e deri tanishëm të këtyre zgjedhjeve lokale, të paktën sipas asaj që raportojnë gazetarët tanë, gjithçka po vjen normalisht, gjithashtu edhe në veriun e Kosovës, aty ku në fakt siç është bërë traditë tashmë, të gjithë mbledhur bashkë, serbët kanë shkuar për të votuar, po fatmirësisht pa incidente. Zoti Veliu, të përshëndes, e di që ke zbritur në terren edhe për të konstatuar qartë se çfarë po ndodh. Lutem, doja një tablo nga ana juaj për gjithë atë që ke parë deri më tani. Përshëndetje, përshëndetje, faleminderit për ftesën fillimisht, ndoshta kemi këtu një keq kuptim pasi që unë jo në terren, unë jam në Düsseldorf të Gjermanisë, ku mbrëm dhe në orët e mesnatës kem festuar fitoren e Shqipërisë. Ishte diçka madhështore, diçka që nuk është përjetuar asnjëherë, sidomos kur në rrugët e qytetit Düsseldorfit shenim të rinj që të gjithë janë të lindur dhe të rritur në Gjermani, mirë po të gjithë ishin kuq e zi me zemër Shqipëri dhe për Shqipërinë. Jemi të gjithë pa gjumë, zoti Veliu, kemi festuar mbas asaj që pam ditën e djeshme, e kemi ndjekur çdo sekond me emocion shumë të madh, me rraje zemre. Jemi shumë të lumtur që ndodhi ashtu siç ndodhi. Shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë edhe në zgjedhjet lokale. Lutem një analizë, një përmbledhje, madomendja, pavarësisht se nuk je në terren në territorin e Kosovës, ke ndjekur gjithçka që ka ndodhur deri tani. Një rezume një herë si erdhëm deri këtu, vetëm ditën e djeshme është mandatuar kryeministri Kurti për të formuar qeverinë, një ngërç i tezjatur me vendime të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për kryeministrin Kurti në detyrë. Çfarë prodhoi e gjithë kjo e këtyre javëve edhe këtyre muajve dhe a do të ndikojë diçka e tillë në këto zgjedhje lokale? Kam fjalën për qëndrimin e qytetarëve për zgjedhjen e tyre. Po për fatin tonë të keq ka kaluar një periudhë gjatë kohore që kur jemi në një ngërç politik, pra që nga shkurti i këtij viti kur e mbajtur zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë dhe fituese e këtyre zgjedhjeve ishte lëvizja vetëvendosje, mirë po me pamundësi për të krijuar qeverinë si e vetme dhe për fatin e keq, si çdo herë tek ne mungon konsenzusi politik, zgjedhja e cila do të krijonte qeverinë qysh në prillin e këtij viti, ndërsa ne tani jemi në mesin e muajit tetor, në kohën kur mbahen zgjedhjet e rregullta dhe në kohë reale të atyre komunale, pra zgjedhjet lokale, të cilat unë për veten time do t'i ndoja nga zgjedhjet e përgjithshme, pasi që kanë një kontest tjetër, kanë të bëjnë me diçka tjetër, pra kemi të bëjmë këtu me zgjedhjen e menaxherëve, kemi të bëjmë me zgjedhjen e administratorëve, të atyre të cilët do të jenë në gjendje që të administrojnë qytetet tona më mirë, të administrojnë rrugët, kanalizimet, ujësjellësit, shkollat, qerdhët e gjithçka që përballet çdo ditë qytetari i Republikës së Kosovës, për dallim nga zgjedhjet nacionale kur çdo herë bëhen politika ndoshta më tepër populiste dhe nacionaliste me qëllim të tërheqjes së votuesve të tyre, gjë që ka ndodhur në periudhën e fundit dhe si rezultat i këtyre kemi edhe një ngërç pas një pozicionimi shumë të fuqishëm të lëvizjes vetëvendosje se nuk bën koalicion me njërin apo me forcën tjetër, pastaj pozicionimin e forcave të tjera që ne nuk mund të bashkëpunojmë me Albin Kurtin, me një kryeministër i cili prishi marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, prishi marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, jemi në sanksione nga Bashkimi Evropian si Kosovë, tani së fundi kemi edhe prishjen e dialogut me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjëra negative që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe kohore dhe kemi ardhur me gjithë këtë bagazh në zgjedhjet lokale. Pastaj unë ndoshta do të nisur nga Prishtina, nga kuvi edhe vet, apo kryesisht nga kryeqendra e Kosovës, ku për shembull kemi lëvizjen vetëvendosje që del me një kandidat që nuk është nga ai qytet, pra propozon Hajrullah Çekun, ish ministrin e kulturës për kryeqytetin e Prishtinës. Duhet të jetë me patjetër Prishtina-Li. Zoti Veliu, si shikon, ma bëj një koment. Unë mendoj se të gjithë qytetarët e Prishtinës do të ndihen të ofenduar në qoftë se në krye të qytetit do vi dikush tjetër, qoftë nga lëvizja vetëvendosje apo nga partitë të tjera, do vi nga një qytet tjetër e të na udhëheq qytetin tonë. Kemi mjaft djemë dhe vajza.
djem dhe vajza të qytetit që e njohin mirë krye qytetit. Unë pash para disa ditësh në një intervistë zotin Qeku që nuk kishte haberin se ku janë disa fshatra të qytetit Prishtinës. Nuk e kishte haberin e shumë linjave urbane të autobusëve në qytet se ku fillojnë dhe ku mbarojnë ato. Pastaj, një mëkat të madh zoti Qeku e ka edhe në periudhën sa ishte ministri i kulturës me të gjitha ato aferat që i ka për brenda Ministrisë të Kulturës, e më keqja ndër ato që ka ndodhur është pra bërja e një shtëpie muze për një bashkëpunëtor të Draža Mihajlovićit, pra që e bëri në Mitrovic atje, dhe janë disa gjëra që nuk është dashur, çka mori edhe vretje edhe nga ambasada gjermane se kemi të bëjmë me një kolaboracionist, me një bashkëpunëtor të nazizmit gjerman. Pra këto janë të bërat e zotit Qeku që sot kërkon të jetë kryetari i Prishtinës, e unë uroj që qytetarët e Prishtinës të dinë mirë se kënd do dëshirojnë të kenë në krye të qytetit dhe kush do t'i drejtoj për 4 vitet e ardhshme. Qartë, zoti Veriu, kandidatët e tjerë nga një koment për gjithë secilin? Po, unë mendoj se si çdo herë edhe kësaj radhe në fund të mandatit shumica e kandidatëve apo shumica e kryetarëve të komunave, pa përjashtim të subjekteve politike, kanë filluar me aksionet e tyre duke treguar se çfarë po bëjmë ne. E të njëjtën gjë po ndodh edhe në Prishtinë, por edhe në qytetet e tjera, pra duke kanë kaluar 4 vite, nuk kanë përmbushur shumicën e premtimeve dhe mendojnë se brenda javëve të fundit apo muajve të fundit të bëjnë diçka për të dukur se ja ne po i realizojmë premtimet. Unë mendoj se qytetari i Prishtinës, ai që jeton në Prishtinë, qytetari i Kosovës, ai që jeton në Kosovë, i sheh të gjitha të bëmat e tyre dhe unë mendoj se ata duhet t'i denojnë të gjithë ata që nuk i kryen detyrimet e tyre gjatë mandatit. Pa marrë parasysh subjektit, unë mendoj se qytetarët e Kosovës, pra në këtë rast për këto zgjedhje lokale duhet të i votojnë individet e jo subjektet politike. Pra duhet të i votojnë ata individ që me të vërtet kanë dëshmuar se po punojnë dhe po punojnë mirë. Një rast shembullor të punës si kryetar mund ta përmendim rastin e Ferizajit, kryetari aktual i cili ka bërë një punë shumë të mirë gjatë mandatit të tij dhe me padyshim ai do ta fitojë mandatin kësaj radhe edhe pa balotazh, ndërsa në shumica, unë mendoj se shumica e qyteteve kësaj radhe do të shkojnë në rundin e dytë, pra do të ketë një balotazh, e uroj që të zgjidhen më të mirët ndër ata që tani janë në garë për të marrur qytetet e Kosovës. Le të fitoj më i miri, në fakt, kjo është mesazhi që duhet përcjellim ditën e sotme. Zoti Veriu, përshëndes, faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Kënaqësi gjithashtu. Mirë,